Për të shënuar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, mësimdhënës dhe nxënës të shkollës Marif në Prizren, sot në Shtëpinë e Kulturës Xhemali Berisha, shfaqën një program jashtëzakonisht të përgatitur bukur me recitime këngë e valle. Fillimi i këtij programi filloi me intonimin e himnin kombëtar të Kosovës, kurse fjalën para qindra prindërve dhe të tjerëve në sallë ka folur për këtë datë të rëndësishme Mehmet Nedim Aslan, drejtor gjeneral i shkollave Marif në Kosovë. Ai tha se sot në këtë nderim të 18 vjetorit përkujtojmë pavarësinë e Kosovës dhe nderojmë heronjët e Kosovës deri tek legjendari Adem Jashari, kurse populli turk e shqiptar kanë bashkëjetuar me shekuj dhe bashkë rikujtojmë këtë datë historike. Anlamlı günde başta Kosova'nın bağımsızlığı için şehit olan Adem Yaşarı olmak üzere Kosova'nın bağımsızlığı uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanlara rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Onların cesareti, inancı bugün özgür bir Kosova'nın temelini oluşturmuştur. Në këtë ditë të shënuar, kujtojmë me respekt, mirënjohje dhe për ulësi të thellë të gjithë heronjtë që sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, duke filluar nga Adem Jashari e deri të gjithë ata që kontribuan në guxim dhe përkushtim. Sakrifica, vendosmëria dhe besimi i tyre janë themeli mbi të cilën qëndron sot Kosova e lirë dhe sovrane. Gjatë rrugtimit historik të Kosovës drejt pavarësisë, mbështetja e Republikës së Turqisë ka qenë një burim i rëndësishëm force dhe motivimi. Edhe sot Turqia vazhdon të qëndrojë pranë Kosovës si një vend mik dhe vëllazëror, duke përkrahur me vendosmëri zhvillimin dhe vlerësimin e saj në arenën ndërkombëtare. Populli i Kosovës dhe populli turk ka bashkëjetuar ndër shekuj, duke ndarë tradita, vlera dhe një lidhje të thellë vëllazërore. Marrëdhënia ndërtuar mes dy popujve është një shembull i shkëlqyer i tolerancës, solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë. Mësimi është forca më e madhe e një kombi. Si shkollat ndërkombëtare Marif në Kosovë, ne angazhohemi me përkushtim për të edukuar nxënës të përgatitur, të vetëdijshëm dhe me ndjenjë të lartë përgjegjësie. Besojmë fuqishëm se brezat e rinj, duke kuptuar thellësisht vlerën e pavarësisë, do ta çojnë vendin tonë drejt arritjeve edhe më të mëdha. Derisa dhe drejtori i shkollës së Marif në Prizren, Ibrahim Buçak, me këtë rast ka falendëruar mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës për një program të përgatitur me këtë datë të rëndësishme dhe pastaj ka vazhduar. Vatanını seven, vatanı için mücadele eden gençlerin, bireylerin yetişmesini istiyoruz. Bu sebeple bugünü düzenledik. Bu programda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ederim. Ky organizim është bërë me qëllim që ta kremtojmë këtë ditë të veçantë. Ne si shkollë përkundër asaj që synojmë që të nxjerrim doktorat, inxhinierët më të mirë të vendit, po përpos saj bëjmë përpjekje që përmes këtyre aktiviteteve këta nxënës edhe ta dinë vlerën e vatanit, ta dinë vlerën e shtetëndërtimit. Prandaj për këtë organizim e falenderojmë të gjithë të angazhuarit në thekë së veçantë mësimdhënësit të cilët kanë dhënë kontribut për realizimin e këtij programi. Duke pas parasysh që është një ditë e veçantë, andaj ne shpresojmë që gjeneratat e ardhshme, ashtu siç është bërë prej ditës së shpalljes së pavarësisë, të vazhdoj akoma më tutje me kontinuitet të jepet kontributin për shtetëndërtimin e Kosovës. Programi i përgatitur filloi me vallën e Tropojes për të vazhduar me këngën nga nxënësit e kopshtit, valle popullore nga nxënësit e gjimnazit, interpretim të mrekullueshëm të korit e kështu me radhë. Kosovën është e madhe. Në këtë event pati edhe një ekspozit me punime nga nxënësit kushtuar kësaj date, kurse në këtë program morën pjesë edhe zyrtarë të drejtorisë së komunës së Prizrenit, ish ministra të Kosovës dhe Isa Berisha, kryetari OVL-s Teka në Prizren.